Je gati? Po. Kam. Po mami, e di. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela. Unë jam Esidi. Ne sa po quam Solean tek kopshti, sa po e lam atje. Edhe tani do dalim do ham një gjë për mëngjes, se nuk hengëm fare, se nuk ishim dhe shumë gjëra të shtëpia. Edhe ishim me nxitim e lam fare, do ham një gjë tani. Pastaj do ta shikojmë si do ta organizojmë edhe ditën, do t'ju tregoj. Por jemi këtu, doja t'ju thoja, mos harroni të bëni subscribe, shtypeni atë zilen e vogël që është atë sipër. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Në mënyrë që t'ju vi njoftimet sa herë që ne hedhim një video në kanalin ton dhe ju mund të shikoni këto video direkt. Edhe na ndihmon shumë, është një vlerësim për punën që ne po bëjmë. Ne sa po ulëm këtu te një furr buke dhe kemi marrë, unë kam marrë një shoko croissant, ndërsa Esidi ka marrë këtë bukën me çfarë është kjo? Shnicel. Me shnicel ishte? Me domate dhe me sallatë. Po. Do ham pa këto këtu edhe këtu afër është edhe MediaMarkt. Është një dyqan me elektroshtëpiake, gjëra ndryshme, sepse unë kisha dëshirë të merrja, më bie pak dielli dhe nuk shikoj mirë. Kisha dëshirë që të merrja një multi-cooker. Edhe do shikoj një ka aty apo s'ka, po gjeta do ta marr, më shfiksuar do ta marr. Ne ishim edhe tek MediaMarkt, siç e patë edhe ju, pyetëm atje, por nuk ishte multi-cooker, edhe unë tani duhet të shikoj online. Nëse ju keni marrë multi-cooker, keni bler, më shkruani poshtë në komente ku e keni bler dhe çfarë lloj multi-cookeri po përdorni, që ta kem edhe unë si referimi se çfarë mund të blej edhe unë edhe ku mund ta blej. Ishim në shtëpi edhe morëm shishe dhe tani po i kthejmë shishet këtu tek automati. Bëjmë të pasur. Po, edhe do shkojmë pastaj këtu te Kauflandi dhe do bëjmë disa pazare, gjëra që na mungojnë te shtëpia. Unë dua të ndroj në fakt edhe internetin, do merrem edhe me këtë, mbasi shkoj vetë te kompania e internetit, do interesohem atje se si funksionon çështja e internetit. I kam shkruar një email, por duhet të shkoj edhe një herë vetë fizikisht, që t'jem e sigurt, sepse më thanë që mund ta bëj edhe blerjen e kontratës online, të thjesht ndjek hapat, është e thjeshtë. Por për të qenë e sigurt, për të patur edhe një kopje të kontratës në duar, për të pyetur edhe për modemin, edhe pyetje të tjera, më mirë do shkoj edhe atje. Nuk e di nëse do na dali koha sot ose nesër, një ditë tjetër të shkojmë prapë atje, sepse interneti që ka momentalisht nuk më funksionon mirë te shtëpia e re, edhe në lidhje me videot që duhet të ngarkoj në YouTube është shumë i ngadalë, nuk më kryen punë fare. Më duhet ta ndroj tani dhe të marr një tjetër, një kompani tjetër interneti. Po ju bëj live edhe një supermarket haul nga marketi, po ju tregoj se çfarë po fut në karrocën time, çfarë po marr. Moll. Marrim si fillim një herë frutat edhe perimet, pastaj kalojmë te gjërat e tjera që na mungojnë. Brokoli. Banane. Patate. Kastraveca, qep të njoma, karrota, hudhër. Kur vjen në mëngjes ose para dite për të bërë pazare, blerje në supermarket është super, sepse raftet janë të gjitha plot, edhe këto fruta perimet janë të freskëta. Edhe është më mirë se sa mbas dite në fakt. Pas dite është edhe më plot, njerëzit se po kanë dalë nga puna, raftet pothuajse në përfundim. Një vazo nga këto turshit. Makarona, kjo është linguine dhe kjo tjetra është spaghetti.
Lejs. Marrim një bukë si kjo, se si kjo ha Solea. Më shumë për Solean. Ngjitur me këtë supermarketin këtu është edhe një shkollë, edhe si duket këta fëmijët adoleshent, që janë këta nuk janë shumë të mëdhenj, kanë dalë edhe po bëjmë pushimin e gjatë siç bënim neve, edhe po marrin këtu gjëra për të ngrënë. Tani mbase ndonjëri habitet edhe thot pse Ensidi me syze në ambient të mbyllur, por në fakt Ensidi ka patur një problem me syrin, edhe për shkak se i vret pak drita syrin, edhe ka hedhur edhe ilaçin tek syri, edhe për këtë arsye ka vendosur edhe syzet. Po. Marrin qumshtin për Solean. U marr këtë këtu. Nisi këto petët që bëhen nga këto byreçkat kështu të vogla, siç janë ato tek te turku, e keni parasysh, mund ta mbushësh me djathë, me çfarë të duash brenda. Do t'i provoj një herë. Një kuti me vezë. Kjo është si tip salse kosi që kemi në Shqipëri, po pak kështu si më e hollë e lezetshme. Çokoladë kështu për veten, se kishte vajt nepsi edhe i provova atë ditë që mora për edukatorët e Soleas, edhe mu dukon shumë të mira këto. Ishin dhe me ofertë edhe mora 2 pako, tjena aty te shtëpia. Poshtë e karroca është një koli me ujë, kemi marrë edhe 2 shishe kështu ujë me gaz. Nuk e di ju, po unë që ku kam ardhur këtu në Gjermani, nuk mund të rri dot pa pirë ujë me gaz, edhe gjermanët fakt e preferojnë shumë ujë me gaz, e përdoren shumë. Edhe unë nuk e di, nuk ka ditë që nuk pi ujë me gaz. Nuk jetoj dot me pa ujë me gaz. Letra për duart. Kam provuar të gjitha aromat këtu, por dashuria e vetme dhe përjetshme është Lenori, edhe këtu është i preferuari im, kështu që edhe një Lenor e marrim. Marr edhe një nga kjo higjenizuesi për shtëpinë. Ky është një ilaç për enët, më duaj edhe një ilaç sepse më mbaroi, edhe ky frosh është shumë i mirë në fakt. Herën e fundit unë pata marr si ky feri këtu, si ky, edhe ky më bëri duart copa, nuk e di, po ky është shumë i mirë. 2 pije energjike për Ensidin. Ndërsa unë dua një si ky Red Bulli, mund të them që ky është i preferuari im, është me aprikoze dhe erdbere, është me kajsi edhe me lule shtrydhe. Kjo më pëlqen, nuk duket si Red Bull si pije kështu, sikur nuk e ka atë efektin e pijeve energjike, se mua pijet energjike më bën dëm në fakt, edhe kjo është shumë e lehtë për mua. Ensidi thot merr një nga ato pa sheqer, ato që lexojnë, merr një nga ato pa sheqer, ato që lexojnë zero. Nuk e di nëse jam e vetmja, apo edhe juve ju ka ndodhur kur kam bler pije që janë zero, me efekt zero sheqer, që nuk kanë sheqer brenda, domethënë. Për mua, aty ndihet sheqeri më shumë, sidomos tek Red Bulli ose tek Coca-Cola, nëse keni provuar edhe ju, nëse ju ka ndodhur edhe juve kështu, ato ma shpifin ka më shumë sheqer se sa këto tjerat që janë normal me sheqer. I vendosin këto patetinat këtu te kjo pjesa, edhe ç'a do bësh ti detyrimisht të shikon këto, ta bën me sy, edhe do marrësh 1 ose 2 nga këto patetinat, është triki i shitjes. Shkojmë te kasa tani t'i paguajmë. Ja edhe letra e blerjeve. Tani këto janë 63,32 cent, duke hequr këtu edhe 5 euro e 15 cent që ishin lekët e shisheve. Në total 68,5 gati të gjitha blerjet. Ne shpar ishim edhe tek
ajo qendra e internetit që unë thash që u interesova për internetin. Edhe e bëra atë lidhjen, plotësova atë formularin atje për të pasur internet në shtëpi. Edhe nga data 1 prill pastaj do na filloi kontrata e re me internetin e ri, në mënyrë që mos kemi më probleme me internetin tek shtëpia e re. Ishim pak edhe tek O2-shi, kush e di, kush jeton këtu në Gjermani e di. Unë kam pasur një kontratë me O2-shin edhe për 2 vite ishte kjo kontrata, por mbaroi 2 vjeçarja. Edhe vazhdoja pagesën mujore çdo muaj, pa kontratë domethënë, thjesht vazhdonte pastaj pagesa. Bëra edhe aty dorëheqjen tek O2-shi në mënyrë që të jemi në rregull edhe me procedurat këtu, sepse më vonë pastaj nëse nuk i bën sakta, zbjehet se ç'a ndodh, vjen në gjop në gjë të shtëpia. Por që i mbylla edhe këto edhe pastaj fillon kontrata e re. Tani kemi ardhur këtu në Altstadt, tek qyteti i vjetër. Do dalim një xhiro, koha sot ka qenë super fare. Nuk ka frytur asnjëherë asgjë, ka qenë ngrohtë, 14 gradë. Solea është fiksuar tani, do një nga ato kulloret e ngrira, ato që bëjnë kështu kërtap. Edhe do hyjmë njëherë tani këtu tek Edeka, që është në Altstadt, do shikojmë inshallah gjejmë aty që të bjeri dhe Solea rehat, se po fiksohet me një gjë pastaj qanë edhe kërkon atë gjë vazhdimisht. Do gjejmë një të vogël. Një të vogël. Se nuk bën mirë. Po. Dhe kështu, dita sot. Kemi bërë disa punë sot. Po kemi bërë disa punë, po. Jo të gjitha tregohen. Mori si këto me Oreo, si çapat, sepse nuk gjetëm nga ato kulloret e ngrira këtu, nuk e di. Me që është dhe e vogël, kjo nuk është shumë e madhe kjo Edeka këtu. Edhe mori si këto. Unë ishe pak tek Müller, edhe sigurisht nuk mund të dilja pa bler 2 gjëra. Po ju a tregoj se çfarë kam marrë. Mora një shampo për Solean. Është kjo këtu më pëlqen shumë edhe ka edhe një aromë shumë të mirë, kështu si delikatesë, shumë e butë, shumë e mirë. Është me ulli, pak a shumë si ulli, gjëja e ëmbël është shumë e mirë, më pëlqen. Edhe kjo është me vitaminë E dhe është specifikisht për lëkurat e fëmijëve që i kanë të thata. Për të patur një përkujdes maksimal të lëkurës, unë i marr gjithmonë si këto. Në Shqipëri përdorja shampo të tjera, e merja në farmaci, po si ajo firma nuk e gjej këtu në Gjermani. Edhe tani jam munduar të gjej nga këto të tjerat, edhe i kam provuar disa lloje dhe kjo më pëlqen shumë në fakt dhe ishte një farë periudhë që nuk po e gjeja më në rafte këtë shampon, edhe e pash që kishte dalë sërish edhe e mora, më pëlqen shumë kjo, edhe kremin e trupit, se kjo është për lëkurat e thata, është shumë e mirë. Tani mora edhe këtë kompletin e thikave nga kjo firma këtu, Kupels, nga kjo firma, edhe ishte me ofertë. Tani unë nuk u besoj dhe shumë këtyre ofertave, sepse ajo thoshte 70 euro, nga 70 euro unë këte mora 30 euro, 72 euro, këte mora 30 euro, por gjithsesi unë thikat nuk është se i përdor, vetëm një thik përdor, nuk jam e fiksuar që kur gatuaj të kem thika shumë të mira profesionale, sepse unë pritem shumë shpejt edhe më mjafton një thik shumë. Jo shumë e madhe, mesatare dhe jo të presi dhe shumë, sepse shumë ndodh me mua. Pritem shumë shpejt, ja po e hap tani se si duket. Që kanë thikat këtu të ndara më vete, besoj, ja këtu janë thikat. Edhe këtu është kjo drasa që mban thikat. Edhe këtu është drasa. I hapim edhe thikat, i shikojmë. Tjena aty do me thëmë për ndonjë rast, për ndonjë gjë, jo se do përdoren për ditë këto thika, por që se për ditë do më përdor nga ato thikat e vogla, nuk është se përdor si këto të mëdhaja, por që tjena aty duhen edhe me që ishte gjas me kjo edhe si me ofertë, e mora.
Pastaj, se po më ndihmonin si di me hapjen e asaj kutisë së thikave, mora edhe këtë gjën. Kjo që pret perimet në forma të ndryshme. E kisha parë shumë te këto që bëjnë video gatimi. Edhe i kisha parë shumë këtë si gjë që bën me prerje të ndryshme të perimeve me formave të ndryshme, e kisha parë shumë. Edhe rastësisht më ra në sy atje tek mylle. Edhe e mora, thashtë të marrë, nuk është e shtrenjtë kjo, 15 euro më duket diçka e tillë, nuk e mbaj mend. Edhe e mora, thashtë të marrë edhe të jasë si duket, kjo besoj se do montuar pak. Edhe ka 7 pjesë. Po, ka 7 pjesë që pret në forma të ndryshme. Ja, si që shikoni, ka këto fika, ka shumë forma të ndryshme të rendes, kjo që e pret si fik. Edhe kjo si rende, kjo që e pret kështu në formë, nuk e di, duhet ta shikoj. Edhe kjo gjëja këtu, kjo se duket është kjo që qëndron këtu, i kap ato perimet edhe i pret këtu, ose i grin. Ka edhe këtë pjesën poshtë, kjo duhet montohet këtu edhe e përdor pastaj. Nuk ishte ndonjë investim shumë i madh, prandaj thash ta marr, ta provoj edhe unë një herë këtë se si është. Ajo shici atje kur po e paguaja, unë tha, po e shikon të këshu, edhe tha, dua edhe unë një si kjo, tha. Shumë dhe unë e kam parë shumë, i thash në për internet, prandaj e mora. Edhe këshu, tani t'ju tregoj edhe thikat. Këto janë edhe thikat. Ka, sa pjesë, sa thika kishte kjo? 6 thika. 6 thika. 1. Janë për të prerë gjëra të ndryshme. 2. 3, kjo thika e bukës. 4. 5. Edhe nuk e di kur kam haruar në të. 2. Po ka 5 thika, jo 6. Ka 5 thika. Edhe 6 është kjo pjesa, se thot aty me 6 pjesë, po 6 është kjo, domethënë ka 5 thika. Ka 5 thika, nuk e di se si a janë të mira as janë, do t'i provoj. Këto pra mora edhe tek Müller sot. I mora Solea dje në farmaci edhe një vitamin D, sepse momentalisht i kam bler vitamin D asaj, po me pika, edhe Solea atë nuk e ka qef. Edhe i mora me kokër që tretet kollaj në gojë, edhe i mora edhe një krem për lëkurën e thatë, por për pjesën e fytyrës, sepse tani në dimër, jam e solli e si di, faleminderit gjithë. Tani në dimër i thahet lëkura, si shtash, këtu ishte tharë një pjesë këtu poshtë e syri, edhe i rinte si e kuqe, e thatë, kështu dhe nuk po ikte, i kisha përdorur kremra që kisha këtu në shtëpi, por nuk i kishin bërë asnjë efekt, dhe shkova dje në farmaci dhe më dhanë këtë. Kjo është për këto lëkurat atopike, për lëkurat që janë të thata. Edhe ja leva mbra fytyrën në Soleas, edhe që sot në mëngjes dhe lloji ndryshimi ishte goxha më ndryshe. Kështu që do vazhdoj doja përdor këtë, kjo është edhe goxha e shtrenjtë, 28 euro gati. Edhe vitaminën D, vitamina D nuk kushton shumë, 8 euro diçka tillë bëri dhe ajo. Këto janë edhe gjërat që kam bler kohët e fundit. Spritja aty poshtë që të merrte lule për mua. Faleminderit tita. Faleminderit. Si është për ty? Mami, hajde tita. Solea po merr lulet me radhë tani. Ua, bëre një buqet. Kujdes. Ha. Bravo.